Një gazetar nga Perëndimi vendos të shkojë në një shtet nga shtetet muslimane, të cilat udhhiqen sipas sheriatit, për të bërë një studim rreth ligjeve dhe mënyrës së ekzekutimeve të rasteve të veçanta. Para se të niset për atje, merr në telefon shokun e tij, i cili kishte mbaruar shkollën me të, dhe ai ishte nga ai vend. Shkon, akomodohet në një hotel dhe fillon nga puna. Fillon të studioj se si jetojnë banorët atij vendi, se si zbatohen ligjet, çfarë është përparësore e me radhë. Pas disa javësh punë, shoku i tij e merr në telefon dhe i thot: "Bëhu gati, do shkojmë të shohim një ekzekutim dore." Nisen, gazetari nga Perëndimi i habitur, por edhe i emocionuar për shkak se do të shikonte një ekzekutim ndryshe. Kur shkojnë tek vendi, shikon një turm njerëzish dhe një vendim që lexohej me zë të lartë. Pasi jepet vendimi, ekzekutohet personi dhe i pret dora në sy të njerëzve. Gazetari nga Perëndimi i traumatizuar thot: "Kjo nuk është as pak njerëzore. Si mund t'i prehet dora për një vjedhje një personi në sy të familjes tij, në sy të shoqërisë tij, në sy të njerëzve?" Dhe largohet nga aty, i nevrikosur. Vazhdon punimin e tij dhe pas disa kohësh merr në telefon shokun e tij i nevrikosur. Mund të them dhe i gjindosur. Ku i thot: "Këtyre jo t'ju presh dorën, po t'ju presh kokën fare." Shoku i tij i qetë i thot: "Çfarë ndodhi?" "Më kanë vjedhur laptopin ku kisha të gjithë punën e javëve të tëra që e kam për ta përgatitur për televizionin ku unë punoj." Shoku i tij i qetë i thot: "Kur pe ekzekutimin e një hajduti, prerjen e dorës e pe jashtënjerëzore, e pe shumë të madhe, po kur të vodhen pasurinë tënde, laptopin tënd, mundin tënd, the, jo t'ju presh dorën, po t'ju presh kokën." Atëherë, të nderuar miq, si mendoni ju? A mos vallë ne duam drejtësi vetëm kur na prek neve personalisht, dhe çdo lloj ekzekutimit na duket normal kur dënohet